Unë jam pranë atyre që shpesh herë bëjnë që zemrat në arre fort edhe krenaria kombëtare të shkoj në qiell. Sot kam ardhur për t'i vizituar edhe pse është një ditë e veçantë, është ditë zgjedhore, por futbollistët e kombëtarës së Kosovës sonte do dalin në fushë në stadiumin Fadil Vokri nga ora 20 do të përballen me Andorrën. Ne kemi ardhur në një vizitë fare të shkurt te kampi nacional në Hajvali, aty ku futbollistët po i bëjnë ato përgatitjet e fundit për të hequr dilemat e fundit se si do të paraqiten sonte në fushë me Andorrën. Dhe këtu pranë do ta kemë menaxherin e kombëtarës, njërin nga pjesë e stafit të Franco Fodas, Muharrem Saiti, me të cilën do ta zhvillojmë një bisedë shkurtër. Zoti Saiti, përshëndetje, faleminderit për pritjen, por si po shkojnë përgatitjet për këtë ndeshjen e sotme? Faleminderit shumë, është ditë e madhe jo vetëm për ne që kemi ndeshjen sot, por është ditë e madhe për Kosovën, nga se është dita e zgjedhjeve. Edhe secili e ka të drejtën sot me votu për ata që dëshirojnë. Sidoqoftë, agjenda jo nuk ndryshon, pavarësisht që sot ndoshta me dëshirën më të madhe ne nuk i kishim luajtur këtë lojë, por ja që UEFA vendosën këto raste, i vetmi kusht ne që kemi thonë okej, atëherë kemi ndryshuar orën. Se kemi llogarit një orë pas zgjedhjeve të luhet loja, kështu që sot është në ora 8 loja. Dhe kështu ju kemi dhënë mundësi gjithëve dhe futbollistëve që ta shfrytëzojnë atë drejtën e vet që kanë për të votuar. Sidoqoftë, agjenda jo nuk ndryshon. Jemi të i bë përgatitjet maksimale për ndeshjen që kemi, pa ja mohu të drejtën edhe lojtarëve dhe gjithë stafit që të votojnë, pasi sot është një ditë shumë e madhe për Kosovën. E dim që shumë prej futbollistëve që janë pjesë e kombëtarës jetojnë në vendet evropiane, por sigurisht ka edhe nga ata që jetojnë këtu, por sipas informatave, a kanë me çef këtë punën e zgjedhjeve dhe a kanë ushtruar të drejtën e votës? Secili e ka të drejtën. Tash a e ka shfrytzuar, a s'e kanë shfrytzuar, ata e dinë më së miri, por po besoj që e kanë shfrytzuar. Ata që kanë votuar jashtë, por edhe këta që kanë votuar brenda. Sidoqoftë, secili ka gjetur atë mundësinë për ta kryer atë obligimin shtetëror që e kanë. Sidoqoftë, thash ne jemi fokusuar për ndeshje. Uroj që sot të jenë zgjedhje të lira demokratike, nga se edhe për ne si sport, si federat, si futboll, është shumë e rëndësishme që të kemi zgjedhje demokratike. Si po shkojnë përgatitjet trajner zoti Saiti për këtë ballafaqim, cilat janë pritshmëritë për ndeshjen ndaj Andorrës? Mirë shumë, definitivisht biles ky kamp është më i gjatë se sa kampet tjera. Ju e dini që kemi pasur edhe ndeshjen me Çekin, psum humbje, një paraqitje jo e mirë, sidomos pjesa e parë që nuk kemi qenë asnjë të lumtur me paraqitjen tonë, sidomos në pjesën e parë, që jemi fokusuar që për kualifikimet për kampionat evropian të arrijmë patjetër. Kjo që lam pas, do thotë ne jemi shumë të lumtur, shumë krenar me ato që kanë bërë djemt, e stafi e gjithë federata, por fokusi jon është që për kampionatin evropian të kualifikohemi. Fillojnë në mars, vitit ardhshëm, edhe aty po besoj që Kosovën do ta shohim në kampionat evropian. Faleminderit zoti Saiti. Suksese sonte edhe në ndeshjet në vazhdim. Atëherë kjo është atmosfera nga kampi nacional në Hajvali, ku futbollistët po i kryejnë përgatitjet e fundit, por duhet të përmendet që përgjithësi Foda është shumë strikt në të tilla raste dhe ka kërkuar që ne mos t'i marrim lojtarët sapo duke i kryer për seancën stërvitore, pasi nuk dëshiron të zbuloj asgjë nga ajo që do të ndodhë sonte në stadiumin Fadil Vokri.